Ky është lajmi që po çmend TikTokun. Burrat dhe gratë nuk flen as pak njësoj pranë partnerëve të tyre. Madje disa prej tyre flen më mirë me dikë krejt tjetër. Studimet të reja tregojnë se burrat flen më mirë pranë bashkëshorteve të tyre, sipas ekspertëve, kur janë afër partneres. Trupi i tyre prodhon oksitocin, hormon që ul stresin, qetëson rrahjet e zemrës dhe krijon një ndjenjë sigurie që i çon drejt një gjumi më të thellë dhe më rigjenerues. Por te gratë, rezultatet janë krejt ndryshe. Një kërkim nga Canisius College në New York zbuloi se shumë gra raportojnë se flen më qetë pranë qendve të tyre sesa pranë partnerëve meshkuj. Arsyeja, qend lëvizin më pak, gjatë natës sinkronizohen me ritmin e gjumit të pronareve dhe u japin një ndjenjë të fortë sigurie. Në fund, studimet tregojnë se cilësia e gjumit varet nga një gjë. Kur ndjehesh më i qetë dhe i sigurt, për burrat kjo është partnerja. Për shumë gra është qeni. Po ju si mendoni, më mirë qeni apo burri?